Sot pas një jave shpallim fituesin e lojës së kilometrave. Kam lexuar çdo koment në të gjitha platformat e gjithçka rreth makinave, në TikTok, Instagram, Facebook dhe YouTube. Në TikTok pati 518 komente dhe vetëm Groove Galaxy 888 e qelloi fix në shenjë duke shkruar 364.000 kilometra. Në Instagram dhe Facebook askush nuk e gjeti sakt, ndërsa në YouTube vetëm një koment u afrua me 365.000 kilometra. Dua të theksoj edhe një detaj shumë të rëndësishëm, sepse kam lexuar një lumë komentesh për këtë pjesë, pasi Autotracer by Girafa është databaza më e madhe e automjeteve në Evropë. Nëse një makinë nuk ka të dhëna në sistem, kjo mund të ndodhë jo për faj të platformës, por për shumë arsye. Në disa raste të dhënat mund të mos jenë deklaruar ose mund të jenë fshehur më herët. Por kujdes edhe me këto makina që nuk kanë një histori të tillë dhe bëjani pyetjen vetes pse nuk ka të dhëna. Nëse ju ndodh të mos merrni informacionin, keni të drejtë të kërkoni një tjetër raport falas. Raporti i Autotracer by Girafa vlen për makinat që vinë nga SBA-ja, Kanadaja, Evropa dhe jo për makinat që vinë nga Korea. Mos bli makinë pa kontrollu historinë në autotracer.com.